me qytetin e shtimes, edhe me partneritet publiko-privat me fundet e Bashkimit Evropian, mund të zgjidhet si problem me ramje të lirë mund të furnizohet qyteti dhe fshatrat e Lipjanit. Këto janë zgjidhjet që kemi para. Faleminderit shumë zoti Budakova. Urdhëro përgjigje kryetari që kërkoi fjalën. Urdhëro. Faleminderit. Natyrisht besoj do të kalojmë tek arsimin shëndetësia nëse nuk ka intervenime të tjera. Urdhëro. Para raportin e kapit dhe të organizatat ndryshme ndërkombëtare nuk e bëjnë, as nuk marrin shënime për neve, janë vetë organizatat ato që monitorojnë dhe i prodhojnë këto pasqyra të implementimit projekteve apo jo, se sa fushat me pyet atë tek dhe ajo që unë s'ndërhyu asnjëherë të lutem. I lutem. Jo, ndërhyve, po nëse marrësh me najt bëra ho. I lutem, po edhe gapi është një institut me shumë kreativitet me të drejtë. Po na kemi kesh me të gjitha premtimet e premtura, qytetarët e Lipjanit e dinë, janë përmbushur mbi 85%, ato të fillura edhe gjysmë të përmbushura. Në fakt, raporti është bo pak më herët, punët kanë fillu më vonë për shkak të mos alokimit të buxhetit dhe procedurat që zgjatin dhe nuk i pari vetë në gjitha vitet zakonisht punohet në 6 muajshin e dytë, sepse në 6 muajshin e parë zgjasin procedurat edhe vitin e kaluar kur s'ka pas zgjedhje edhe në tjetrin vit gjithmonë në këtë kohë punohet më shumë procedura dhe punohet 6 muajshin e parë kur tenderi për në kalim për mos krijojmë sa komunistët merren vesh asgjë pastaj. Atë bëj pastaj si me po ti po thu 6 muajin e parë. Tenderi është 2 vjet apo po s'moj me plan ton kohën e gati veç me kallëzu prolla. Mos kallëzo prolla. Duken prolla këtu, qytetarët ata që vlerësojnë prollat mia tatua. Po i lutem ta respektojmë njëri tjetrin, se po kryetar për një tender 6 milion euro po thu është në 6 muajin e parë. Na jemi të fol për një tender 7 milion euro. Edhe po thu 6 muajin e parë. Juve ju dëgjuam kryetar. Po jo ti fol për drita. Zoti Ahmeti, mos ti drejtohemi njëri tjetrit tani se bëjmë se ka këndej do të ketë shpifive të akuzave pa nevojë. Ata jam interesuar. Haj tash thujnë më çolin e pshtymë. Ajo që duhet të them edhe një herë, kushdo prej zyrtarëve dhe prej bashkëpunëtorëve të mi, që ka shkel ligjin, cilën do të qoftë normë, thras gjithë prokurorët e shtetit le të marrin çdo lloj dosje që kanë Lipjan. Për kaq vite qeverisje, asnjë aferë, asnjë skandal, asnjë ndjek, asnjë akuzë. Jo të provoni gara për mua nuk o me shpif, gara për mua me ofru qytetarëve të Lipjanit vizionin e sarmës, e jo merrnu me këto akuza gjithë ditën. Përryshe, fali për Lipjani është një prej komuna më transparente e shpallur vit pas viti çdo vit këti kam këto. Asnjë nuk i kum shtiu në mezar ata më na shpall. Edhe e keni Gopin, edhe keni KDI-n, edhe keni Helvetas, edhe keni MAPL që merret me këto punë. Dhe si Lipjani është shembull i transparencës dhe i punës. Lipjani është zhvillu, Lipjani ka ndryshu, Lipjani është bërë një qytet atraktiv për të jetuar dhe është qytet konkurrent i gjitha qyteteve në Kosovë dhe jam shumë i lumtur që qytetarët e shohin dhe e vlerësojnë për det. Nuk jemi na që vlerësojmë njëri tjetrin, mund ta akuzojmë e sfidojmë, janë qytetarët ata që do të na vlerësojnë. Jemi në kuadër të fushatës parazgjedhore, këtu secili do të shpalojë qendrimet e veta këtu. Po, okej, a vijojnë tutje tema apo ka replika? Do të ketë. E pa drejto, nëse gjithë ka 2 minuta gjuhën të onë dhe onë veç 1 minutë, nuk më përmbyll temën. Po, nuk më përmbyll. Nuk më përmbyll. Vetëm mos më thuaj që e kam shok. E kam mbyll dhe pastaj do të dëgjoj. Unë e kam ligjin para vetë për ligjin para ndërmarrje publike, gjuhë fjalë sot zotni Gjiriçi, ose me nanë që me fyri me akuza vazhdoje. Çka të fyta? Unë e kam ligjin para veti. Çka të fyta? Për nivelin e tij po me keq. Kallzo çka? Mos ta çojmë personale ju nëse le të ndalemi në atë shparashtë esenciale. Ndërmarrja e ujit, këru Prishtina menaxhohet nga Ministria për Gazin nga qeveria. E keni në shtojc me njerë, cila është ndërmarrja. Dhe qeveria e përcakton bordin që e menaxhon
përgatësisht A ka bord funksional? E zgjedh kryeshefin dhe menaxherin. Sa kem pejs kishte edhe Unë kam thonë këtë formë, deri sot qeveria Albin Kurti nuk merr mosa ndaj bordit dhe ndaj kryeshefit, dhe ndaj kryeshefit nuk do të kemi probleme kështu. Jo me Keni shkutu video